po mas shumë të ndikojnë veturat. Nuk është probleme komunale. Problemi i Prishtinës është kryetari që është edhe vizionet të mëdha. Qeveria qëndron shumë në largësimin e qytetit. Mu ka pëlqyer shumë deklarata e Bek Beriçës që ka dhënë në televizion. Po projekt, program Smart Prishtina në anën tjetër ti ke një vend caktuar ku mban që me mojt banderi. Shtash ka dalë mbështetje Smart Prishtinës. I ka dalë program. Unë e thash që e pora, sa shumë smart. Ka pas drejt me kritiku programin e përparim Ramës, sepse ka pas programin e vet. Po nuk ka pas nështë shumë të drejt me kritiku qeverisjen e përparim Ramës, për shkak që ke qenë bas qeverisje. Qysh edhe PDK-ja nuk ka pas shumë të drejt morale me kritiku qeverisjen e përparim Ramës, sepse gati nga 2 vjet kanë qeverisë bashkë. Një që ta përmbylli këtë sagën që ndodhi me gjitha zhvillimet rreth PDK-s dhe LDK-s, më shkruan një prej zyrtarëve të lartë të Partisë Demokratike të Kosovës, sot bashkëpunimi LDK-PDK në Prishtinë është duke shkuar çdo gjë në rregull dhe s'ka pasur asnjë kërkesë për dalje publike. Pra e mohon pretendimin që ka pasur kërkesë nga LDK për dalje publike. Thot nuk ka pasur asnjë kushzim për komunat e tjera për tërheqje. Unë është me lidhë që të somet të dyre, që të vish lidhë lidhë thot që do ta përfundoj për çështje të korrekcisme që unë ju jap të gjithëve të drejtë që më shkruan thot, por nuk ka thot kërkesë pe partnerit LDK për dalë publikisht, por PDK është e angazhuar dhe e mobilizuar sikur në 2021 për ta mbështetur përparim Ramën këtë të diel. Këtë jo, ku më thonë bashkëmisht në këto mujtë e fundit, po s'kini dosh me besu se inxhinieriku i Blerim Goshit qojke që s'del PDK-ja me votu. Po mendoj përparim Ramën. Nuk e dina brenda që shkonu votuja, ditën e morim veshna. Po me gjithë atena po bëjmë analizë, ka koprirë me shku ma shumë. Indikacionet që opinionista autoni kemi. Po i kemi disa indikacione dhe mund me kone dhe vendimet tona. Po në bazë të fakteve të indikacioneve mund me ndërtu një analizë. Vështi? Jo, ti krejt na thash. Thash une. Po inxhinierik në elektoratin e partive tuja tjera nuk mund me bon bleve. Po ku ashtu s'përjashtot... Se t'bjen që po bon propagandë, thjerë. S'përjashtot mundësia Matoshi që ai publikisht del thot që kena miju për krah, po ku pe din të në terena del bre me punu as del. Unë e di që ju në angazhu në për dregën e ndeg krejt jove. Kush? Me PDK-ja, me mbështet për parim Ramën. Unë e di këtë qatë. E flas me kompetencë. Ja, sikur të kish pas angazhim të degëve të PDK-s në përkrahje për parim Ramës, sot nuk kish pas nevojë me bot gjithë kjo far zhurme, me pas nevojë me shkollë lideri me po ajo është kjo zhurme sa. Jo, më që për shkak të me vetë me fotografi kanë qitë. Kompetenti që s'është zgjedhur në foto? Të venishën e poshtë që ka qitë fotografi të sekret si lajm. Po, pse sekret sa? Ma nxjerrni foton në sekret nuk shihet, s'është foto. Nuk është sekret. Nëse shkon lideri i LDK-s në zyrët e PDK-s, nuk mendoj që është sekret këta kem. Po s'ka të keqe kur shumë të siç vetë konfirmohet kjo nëse ka qenë fake news. Nëse ka qenë të funksionuar mirë PDK, LDK, kjo far koalicioni im shef, themi, edhe po shkon aktivizmi mirë në teren, nuk kish pas nevojë me bë zhurmë lideri i LDK-s. Për kish lon, këto mirë po funksionon. Ka zyrtare diçka për LDK-s? Zyrtare? Alil, të lutem. Po mësoj që nuk je... Arbeni e konfirmoj, nuk nuk mund të japim lajmin pa e dërguar komunikatën. E ka me fjallin e përgjysë e piramidët për qashtu dha, e ku qës për diçka zyrtare për LDK-s. LDK-ja është partia e fundit që bën diçka zyrtare, se kanë PR-in kot, po mënoj nësë da me ditë. Nuk e di, s'më du me komentu, no comment. Ta dërgojën, po mënë nuk është janë shumë fleksibil në reagim. No, që ka tendencë, do më anë me i qepu, ka. Kujt? Kjo po shijet, LDK-s natyrisht, ka pas Se ka i qepuim? kujt e fundit. Por, për i kolegëve të mija, ti e neutral në këtë rast. Faleminderit. Por që LDK-ja Prishtinën e ka edhe një mandat, përgatitni pjora, njerëz, individ, Ma dërgoni këtë lajmë, kush do të ka një për... Por që ka përpjekje Arben me godit vetë vendosë për kolegëve të mi, është evidente. Prej? Kolegëve të mi, është evidente. Po, është pa.
Që e godit ideologjit. Po Unë jam antimarksist. Po është fakt edhe që na I deklaru- godisim Qa ka Jole dhe tjetër, kënë po? për Parim Ramën, që ki shumë Unë jam gabim. antisocialist, jam Parim ideal, Rama liberal, i nderon demokrat Halil. edhe nuk As një mërzit. vlerë të LDK-s nuk e përfaqëson. Demokrati jenë më konë qenë, As një vlerë të LDK-s nuk e përfaqëson për Parim Ramën. Dift kur o themelu, LDK e për Parim Kundër Ramën, shkofit LDK-s sa nuk s'dalë